Ajo që ka ndodhur pas procesit zgjedhor të 28 dhjetorit është që një opozitë e cila duhet të ishte formale bile në kuvendin e Kosovës është shndruar në degë të vetëvendosjes. Pra dega e PDK-s, dega e LDK-s do shkojnë pak më vonë dhe kjo tregon që Kosova është seriozisht e rrezikuar në rrafshin e demokracisë dhe jo vetëm. Po ku ketë ju drejtash? Pse na çu 2 herë vitën e kaluar zgjedhje? Pse s'u bëhet bashkë as LDK PDK e as me Albinin Kurnioni? Qysh është e mundshme që s'bën Albulena Haxhiu për kryetarët e kuvendit që i takon edhe me kushtetut në herën e kaluar, po bën me asgjë presidentin që don Albini. Nuk është problemi i emrave. Problemi është që kjo e koncentron pushtetin te Albin Kurti dhe ai ka 2 synime. Kapjen e kryeprokurorit të shtetit dhe zgjedhjen e 7 gjyqtarëve nga 9 që i ka gjykata kushtetuese. Këto parti mbartin përgjegjësi për dëmet që i shkaktohen Kosovës në të ardhmen. Këta nuk mundën me thonë ky president tash nuk patëm fajda që ndodhi. Vjosa Osmani është presidenti i parë në historinë e Republikës Kosovës dhe të rajonit të Ballakisë dhe të Evropës, që nuk ka emëruar kryeprokuror të shtetit për më shumë se 4 vjet. I parazyres së Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëjtë sikur të PDK-ja edhe të LDK-ja e prum kartelen e antarësisë, sepse për neve edhe kryetari Abdigjiku, po edhe LDK-n e ka shndruar në një degë të vetëvendosjes. Ato që i tham më herët. Çka mundem me shtu për LDK-n është se ky kryetar me qasjen që e ka, i ashpër ndaj kundërshtarëve të mbrëmshëm politik, e tepër i butë, për mos me thonë servel, ndaj kryeministrit të Kosovës. Mas 4 viteve më rrim në pikën ku kemi me folë për damet që shkaktohen. Qoftë ajo Vjosa Osmani ose dikush tjetër. Prandaj besoj që është mirë qytetarët e Kosovës me kuptu të vërtetën edhe të LDK-s edhe të PDK-s. Kur gjo ma shumë se sa mja kriju përshtypjen qytetarëve të Kosovës që ka demokraci. Nëse ja zgjedhin kryetarin e kuvendit, e kryeministrin, e presidentin, e gjykatën kushtetuese, e kryeprokurorin, çfarë demokracie ka? Edhe me mundësinë e tyne. Edhe e fundit. Vendi duhet me shku në zgjedhje e jo me ja zgjedh presidentin. Populli i Kosovës nuk ja ka jap 80 deputet Albin Kurti për me zgjedh presidentin. Populli i Kosovës ja ka jap 51% me zgjedh kryetarin e kuvendit dhe qeverinë. Let ja jap populli. Pse pja jap ti në emën popullit? Kërkush nuk e ka votu LDK-n dhe PDK-n me votu presidentin ashtu. Kërkush hiç.